nderuar miq të Index Pikal, ja ku po ritakojemi sërish. Po e nisim të ditës sot me datë 10/11/2013, si fillim me gazetën Shekulli. Gazeta Shekulli hapet me krye artikullin Helmet e Siris si shkatërohen. Intervista Gjergj Bojaxhi, Pallati i Bashës të prishet. Raporti Berisha 13 miliard lekë abuzime në 3 muajt e fundit të pushtetit. Dhëndri Berishës dhe deputetët e PD-s në protestën e Akip, Basha pro-amerikanëve. Robert Qavzezi, Mehmet Shehu, sherme të rinj në mes të Tiranës. Analiza, post vizita e Papuljas, keqkuptimet që cënojnë paqen Tiranë-Athinë. Sjelljet shqiptare të dhimbshme por të vërteta. Flet Erioni Saj, aktori i Portokallis. Pushimet në Itali, shkëlqen Berisha baba në Verona, Armina e pëlqen. Pra të dashur të ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Shekulli. Vijoj me gazetën Sot. Gazeta Sot hapet me krye artikullin Dhëndri Berishës në krye të protestave me Sila Doda kundër lëndëve kimike. Tritan Shehu pro. PD mobilizon të fortët e Laçit dhe Mamurasit për të rrethuar kryeministrinë, element me precedent penal drejt Tiranës. Protesta e SHN-s Paloka jashtë do organizohet. Skandali, PD hodhi 8 milion euro për të sjellë emigrant në avion për zgjedhje, i fali detyrimet tatimore monopolit Bejler. Përmbysja historike, shtatorja Enver Hoxhës me Kasov dhe Baktish, busti Ahmet Zogut në mes të Tiranës. Nuk ndalemi vetëm në poshtjen e Greqisë, synojmë të mundim edhe Portugalin, nga Altin Rakalli. Stefan Çapalliku dua të shoh teatrin si mënyrë jetese. Rihet avokati i popullit Igli Totozani nga 2 punonjës të institucionit, shkak veprimet arbitrare ndaj stafit. Pra të dashur miq, këto ishin disa nga krye artikujt e gazetës Sot. Mund të vijoj me një gazetë tjetër, e cila është gazeta Dita. Gazeta Dita hapet me krye artikullin Qeveria bllokon licencën e Sajmir Manes, vendimi surprizë për të famshme në zonën D në Bulqiz, drithijet e mbajtjes së fshehur të tij dhe disa informacione për tentativat e biznesmenit për të bllokuar publikimin. Protesta koment Mero Baze ja ku shihet pas një shkrimi të dhëndrit të Berishës për armët kimike. Bojaxhi, vjeri i Bashës hipotekoi detin. Faqet e së dielës, një intervistë me vajzën e re të Fiks Fare dhe objektivat e reja të Kaç Islamit. Shkresa zyrtare, 476 persona që u aratisën në 97 me pasaporta diplomatike shërbimi në firmën e Berishës. Pra të dashur miq, këto ishin disa nga krye artikujt e gazetës Dita. Vijoj me një gazetë tjetër. Gazeta Rilindja Demokratike hapet me krye artikullin Koço mos silli konën e do e di për diplomatin. Cilat vepra arti donte Rama nga koleksioni i Thimos dhe për cilin diplomat? Cila është e vërteta e fondacionit për veprat e artit që Rama i krijoi me të dënuarin dhe nga drejtësia për trafikun e veprave të artit? Akoma të lirë komisionerët? Akoma të lirë komisionerët e manipulimit në Lezhë? Protesta e qytetare do të trondisë bandën e votave. Basha në Deutsche Welle, kur preket vota, sovrani thirret në skenë. Basha me Van Rompuy, mbështetje për integrimin, dëshkim për blerjen e votës. Më në fund, pa mask, një raport kriminal me të drejtën e pronës. Pra të dashur miq, këto ishin disa nga krye artikujt e gazetës Rilindja Demokratike. Vijoj me gazetën Panorama. Flet Artan Lame, legalizimet, procesi pengi strukturës së re. Dritëroi, kërkesa ndaj Shqipërisë për armët kimike si gomari që e ftua në dasëm. Kredi për shtëpi, shumat e emrat 679 e përfituesve.
Basha takon Van Rompuy mbështetje për statusin e kandidatit. Aksidenti babait në avion, trupi na erdhi nga Kina pas 10 vitesh. Kundër rrymës, gaz dhe hare nga Edmond Tupja. Unë jam pro-amerikan nga Luciano Bocci. Gjika shfaqet mes fëmijëve i pafajshëm do flas në gjyq më 15 nëntor. E pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të Panoramës. Vjoj me gazetën 55. Prekja e votës, thret sovrani në shesh, Basha takon presidenti Van Rompuy, i konfirmon mbështetjen e opozitës për procesin e integrimit. Nesër ora 14 te Kryeministria në mbrojtje të demokracisë. Të rinjtë e PD-s thirrje për t'u bashkuar protestat kundër blerjes së votës. Komisioneri Fyle nesër në Tiranë për të inkurajuar dialogun politik pas sulmeve të mazhorancës ndaj opozitës dhe institucioneve. Statuja e mbretit Zog në kërcënimin enverist. Histeria anti-NATO i tharve shqiptar të traktatit të Varshavës, armiku kimik i të ardhmes tonë. Edhe orakujt e lashtësisë ja kuptojnë miden toksike vendimarrjes së kryeministrit. Dëshmia, serbët kanë bërë lampa nga kafkat e shqiptarve. Speciale, 679 familje të pastreha përfitojnë nga Bashkia e Tiranës mbulimin e interesave të kredisë. Analiza, idhujt e fundit totalitar. Shëndetësi falas ose lënia pa shëndet. E pra të dashur miq të Index.al, këto ishin disa nga artikujt e gazetës 55. Vijoj me gazetën Ballkan. Gazeta Ballkan hapet me ky artikullin. Nis dhënia e tapive për tokat e ndara me 7.500 njëshin. Rama njofton nga Fieri të parët i të pajisje me dokumente ata që s'kan konflikte. Gjika shpërthen, jam i pafajshëm, shpreh me gjykat. Shkrim blokadë Rama në Serbi për marrëveshje ekonomike. The Guardian, si bëhet pastrimi i parave nga kazinot. Barnat me rimbursim, shtes me listë për 2014. Flet gastrohepatologjia, Baba Meto, si të eliminoni hepatitin B dhe të shërojnë nga ky infeksion. Po shkele kodin rrugor, 3 vite burg për shoferët, këto janë masat e reja. Buxheti 2014 rekomandohet kursim fondesh. Debjazi shpall listën anti-Bielorusi. Ambientalistët, marrëveshja është nënshtruar me SBA-n. Flet Tritan Shehur, demontimi detyrim ndaj NATO-s. E pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikuj kryesor të gazetës Ballkan. Vijoj me një gazetë tjetër, Gazeta Republika. Masterat, fituesit në disa programe studimi. Armët kimike, qytetarët protestojnë, jo asgjësimi në Shqipëri, janë të rrezikshme, cilat janë pasojat. Rama në komunat e Fierit, fermerët do pajisen me certifikata pronësie. Basha Van Rompuy, integrimi europian, proces i rëndësishëm për shqiptarët. Gjirokastër sekuestrojnë 90 kg marijuan, policia skem të re kundër trafikut. Komente mbi dobin dhe nevojën e shkollimit profesional. Fotoreportazh Bota në Nujore 2013, imazhe të mrekullueshme nga 15 vende të botës. Speciale, personat që do të ndjekin studimet master shkencore dhe profesional me kohë të plotë dhe të pjesshme në disa dega afati i regjistrimit. E pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Republika. Vijojmë me një gazetë tjetër, e cila është gazeta Shqiptaria.com. Shqiptaria.com hapet me ky artikullin. Shoqja e Argitës firmon si për 11 firma fantazma. Ish kryetari i kasacionit Zef Brozi të kishte bërë 21 janari në SBA Berisha burg për jetë. Editorial me vargje nga Ben Dukas, do sulmohemi me armë kimike. Madhështia e re me Nikola Gruevskit.
Bojaxhi nuk ka njeri pronë mbi detin. Spiropali sqaron Italinë për Crown. U dublua projekti BE-s nisur në maj 2013, drejtuesja Nataliana Cea. I akuzuari janë si funksiononte tregu I zi I ikonave. Mustafa Kruja, lëvizja që quan zogu në pushtet. Pra të dashur mi, këto ishën artikuj kryesor për ditën e sotme, datë 10/11/2013. Ju uroj shikim të këndshëm të lajmeve në vijim. Faleminderit që ndihni Indeks Pikal.